U përkujtua sot në Karbunar 81 vjetori i krijimit të brigadës së 10 sulmuese në luftën e dytë botërore kundër forcave naziste nga veteran, pasardhës veteran, përfaqësues të pushtetit vendor dhe qytetar. Brigada e 10 sulmuese u formua nga 1125 partizan nga 3 batalione të qarkut Berat, Riza Cerova, Tefik Lapani, Ajet Gjindole, si dhe batalioni 4 Myzeqeja, ku morën pjesë 76 të rinj dhe të reja nga rrethi i Lushnjës. Shqipe Gjoshi, kryetaria e organizatës së veteranëve Lushnjë, përmbledhi shkurtimisht në fjalën e saj historikun, arritjet dhe dëshmorët e kësaj brigade. Në zjarrin e luftës së popullit ton kundër okupatorit e tradhtarëve, më 29 tetor 44 këtu në Karbunar, me urdhër të shtabit të përgjithshëm të luftës nacionale shqiptare, u krijua brigada e 10 sulmuese. Duke përkujtuar sot këtë ngjarje të rëndësishme, kujtojmë atë kohë lavdishme të popullit ton. Kujtojmë e nderojmë 28.000 dëshmorë të dhënë që dhanë jetën për lirinë e pavarësinë e dheut për të cilët jemi krenar. Qemal Bego, 98 vjeç, partizan veteran i brigadës së 10 sulmuese, ka ardhur nga Skrapari për të nderuar ditën e krijimit të brigadës dhe shokët e tij. Shumë të gëzoar që në moshën 98 vjeç të marrë pjesë në të ceremoni gëzimi të 81 vjetorit të krijimit të brigadës së. Si të gjithë të tjerë, edhe unë kam marrë pjesë në fillim në 10 shtator 43 në komandën e vendit Qepan edhe pasaj në brigadat e tjerë. Veteran dhe pasardhës veteran kanë ardhur gjithashtu nga rrethe të ndryshme të Shqipërisë për të kujtuar dhe nderuar këtë ditë që na kujton historinë e popullit ton, tha Veli Myftari, sekretari i përgjithshëm i Komitetit të Veteranëve dhe Pasardhësve të Lançit. Ne jemi të gjithë ardhur nga Tirana, nga zonat e tjera, Lushnja, Berati, Dimali, edhe më thellë, edhe më larg, për këtë ditë të mrekullueshme që evokojmë në vazhdimsi ne, si organizate veteran dhe pasardhë Lançit të popullit shqiptar deri i kombit. Nën kryetaria e bashkisë Elida Mezini përcolli mesazhin e kryetares së bashkisë Eriselda Sefa, që nuk ishte pranishme në këtë aktivitet. Jemi këtu për të nderuar dhe për të kujtuar një datë të rëndësishme, atë të krijimit të brigadës së 10 sulmuese këtu në Karbunar. Para shumë vitesh këto shkallë kam gjitur si nxënëse shkolle dhe bëja rojen deri ndoshta për krah veteranëve që na kanë nderuar sot nga Tirana me pjesëmarrjen e tyre. Kam qenë një ndër ato që bëja rojen deri në respekt dhe mirënjohje të asaj brigade sulmuese, të atyre njerëzve që sakrifikuan dhe dhanë jetën për lirinë e dheut. Sot në pozitën e nënkryetares së bashkisë, dua t'ju uroj veteranëve të luftës jetë të gjatë, mirënjohje dhe respekt të gjithë atyre që sakrifikuan jetën për lirinë e dheut.